Dua ta kujtojmë bashk edhe një aktor të madh, një mikun tuaj, Amerinis një mikun tënd shumë të ngushtë. Shohim ca fotografi dhe e kujtojmë Luran Ahmetin. Me çfarë e kujtoni mikun tuaj? Qa ka me thonë unë për Luranin? Një shok. Një shok i madh. Një njeri i madh. Një karakter shumë i mirë. Një njeri i mirë. Gjdo ditë mungon. Peso para disa ditëve më dur një story prej një shfaqës që e kem lujt bashk. E qita ata, po. E qita, po. E postove. Nuk di çka mendos sa jemi desht si kolegë, sa jemi përmbajt njëni me tjetë. Jemi përla, po, ama jemi desht. Shumë, shumë. Kemi qenë shumë të afërt, kemi lujt non-stop bashkë, edhe prezenca e ti mungon shumë. Shumë. Shumë mungon prezenca e ti. Për fatë keq shkoj shumë herët. Shumë Interesant, më kujtohet, para se me ndru jetë, unë u ktheva pi Amerike, apo të kujtohet, edhe ti erdhe në aeroport me marë, edhe ishim, ky kish shku në spital se me Covid ish, edhe na e therëm, po. Po, qatë ditë kur shkojnë në spital, na qatë ditë folshim telefon, unë erdhe në Prishtinë, po, folshim telefon me to. Edhe, thash Luran, tha mos u tutni bre, mos u tutni, se tha, nuk vdes. Tha unë edhe, pa juve prape, qysh muna unë me nejt pa juve, ape din, shumë ka qenë, ape din ashtu emotional. Po, edhe shumë ka qenë shakaxhi gjdojre, i tregojke muhabetet, i zmadhojke, për mu, kur ishin muhabetet, për mu, gjdojre dojke mi zmadhu, edhe bëjke teatr, komplot video, telefon, me muhabetet e ti, me fotografit e ti, mungon. Po, për fat mirë, e ka vajzën, Arben, e ka grun, që ashtu që e ka një vajzë e cila... E ka lënë një pjesë shpirtit të ti në këtë jetë. Definitivisht.